unë nuk e kam problemin të kjo, e shikoj më shumë tek reagimet e përgjigje politike ndaj një çështje politike dhe qytetare, që qytetarët kërkojnë nga qeverisja, që qytetarët nuk kërkojnë dajak, nuk kërkojnë që deputetët mos t'i dëgjojnë. Ka një arsye themelore pse dalin qindra të ri, vajza të reja që realisht janë fryma e protestës. Ju paç sot që edhe gra në mosh, pra të moshuara gjyshet tona ishin në protest, dhe do thotë që nuk ju dalin ilaçet, nuk ju dalin parat për pensionin apo për të ngrënë, dhe kanë revolt. Dhe politika duhet japë një përgjigje, duke e futur në kanale institucionale ku kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi përpara PS-s, përpara kuvendit dhe të japë një zgjidhje politike, qoftë kjo me dorëheqje, qoftë me ndryshim qeverie, me zgjedhje të reja apo qeveri teknike, ka forma të ndryshme që mund të jepet përgjigje, sepse është në vitin e parë të mandatit të 4 dhe nuk mund të shkojë shumë gjatë kjo formë sjellje me protestën. Të gjitha palët, po edhe protestuesit në rregull, në kuptimin që për herë të parë ka një protestë që e tejkalon 30 ditëshin apo është futur